Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Lajmi ëmbël, ish banorja e Bikut në pritje të ëmbël. Juliana Nura, e njohur për publikun si Xhuli, pritet të bëhet nën për herë të parë, një lajm që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave roz. Sipas burimeve të afërta me ish banoren, të cituara nga një emision, Xhuli është në pritje të ëmbël, megjithse vetë ajo nuk ka reaguar ende publikisht për të konfirmuar lajmin. Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë zhvillim është fakti se sipas të njëjtave burime, Xhuli pritet të bëhet nën e binjakëve. Po ashtu raportohet se shtatzania është realizuar përmes fertilizimit in vitro, një proces i njohur si IVF, për të cilin ajo ka folur hapur edhe më herët në daljet e saj publike. Lajmi është pritur me shumë entuziazëm dhe komente pozitive në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë shpërndar urime dhe mesazhe mbështetëse për ish banoren e formatit të njohur. Edhe në studion e emisionit ku u bë publik lajmi, moderatorët dhe gazetarët e komentuan me tone të ngrohta këtë pritje të re në jetën e saj. Ndërkohë mbetet për të parë nëse vetë Xhuli do të zgjedhë ta ndajë këtë moment personal me publikun, duke e konfirmuar zyrtarisht lajmin që tashmë ka nisur të qarkullojë gjerësisht.